Fitoria e Edi Ramës nuk është as triumf moral, as garë ndershme, është një konfirmim i pushtetit të paras, drogës dhe frikës, në një vend ku zgjedhjet certifikojnë jo demokracinë, por kriminalizimin e tij. Edi Rama i katërt nuk është më as i freskët, as i pathyeshëm, është thjesht më i forti në një terren të shkatruar, ku çdo kundërshtar dhe çdo institucion është nën kontroll ose i zhytur në baltën e pazarit. Në mandatin e tij të katërt, Rama nuk është i qetë, sepse qetësia kërkon legjitimitet, ndërsa ai e ka ndërtuar fitore mbi një opozitë inkriminuar. Çdo pjesë e këtij sistemi është e mbyllur si bunker, me frikë nga e ardhmja. Rama e mbani natin me Brukselin dhe Washingtonin, sepse e di që pa sinjale nga SBA-ja, askush në Shqipëri nuk ka guxim ta rrëzojë, as Paku, as kush. Të zgjedhje nuk i fitoi Rama, por frika kolektive nga rikthimi i Sali Berishës, dhe kjo është humbja më e madhe për opozitën, të mos jesh në gjendje të jesh alternativ, edhe kur pushteti ka shndërruar Shqipërinë në kopsht krimi. Nëse OSBE, ODIHR dhe SBA do të mbyllnin syt edhe kësaj here, atëherë sistemi do të saldohet përfundimisht, një regjim i mbështetur në bashkëpunimin e mafias, korrupsionit ndërkombëtar dhe propagandës. Fati i Edi Ramës së katërt nuk është i mbyllur, sepse një urdhër ekzekutiv nga presidenti Donald Trump, që kërkon të ruhet çdo dokument për ndjekje politike nga administrata e mëparshme, mund të rihap skandalin e lidhjes së tij me Charles McGonigal, i shefin e kundërzbulimit të FBI-s në New York, që Rama e korruptoi për përfitime politike. Nëse këto dosje hapen, Rama do jetë i pari që do të ekspozohet si simboli i ndikimit të huaj mbi drejtsinë amerikane dhe manipulimit të sistemit të sigurisë për interesa personale. Në këtë teatr grotesk, që i quajnë politika shqiptare, qeveria dhe opozita janë dy anët e së njëjtës monedhe të ndryshkur. Në krim janë bashk, në propagandë luftojnë njëri tjetrin, në pazare janë njësh. Kjo është arsyeja pse Shqipëria ka mbetur peng i 4 klaneve mafioze që sundojnë politikën dhe ekonominë përmes zgjedhjeve të falsifikuara dhe institucioneve të kapura. Sot, e vetmja shpresë nuk është më vota, por reagimi i Amerikës, sepse pa një sinjal të qartë nga Washingtoni, edhe SPAK-u mbetet dekor, edhe opozita karikatur, edhe drejtësia peng i një sultani që kërkon të hyjë në histori me forcë.